Quhet Don Giovanni dhe që për një viti u shërben shqiptarëve katolik në Kanada me mesha dhe shërbime të tjera fetare në gjuhën shqipe. Para disa javësh ne u takua me priftin shqiptar në kishën slovene që ndodhet në Browns Line e Etobicoke dhe zhvilluam bisedën që do të ndiqni në vazhdim. Faktikisht ka ndodhur edhe për mua një surprizë kjo ardhje në Kanada, gjë që unë se kisha menduar ndonjëherë, por gjithçka lindi nga një kërkesë e një grupi katolikësh që jetonin këtu në Kanada, këtu në Toronto, e të cilët nëpërmjet IPZHV-së të Torontos i kanë kërkuar IPZHV-ve në Shqipëri edhe në Kosovë një ndihmës për të pasur një meshtar. Unë qëllova rastisht në Michigan dhe erdhëm këtu për, kujtoj, ishte Krishtlindja vitit 2010 dhe atëherë mu paraqit kjo nevojë. Në bashkëbisedim me IPZHV-n në Shqipëri, vendosëm që ta japim këtë përgjigje pozitive. Ju ndodheni këtu në Kanada për sa kohë është tani? Tani po bëhet një vit tamam. Në majin e kaluar unë erdha, kështu që megjithëse mund të themi vizita e parë është pikërisht në Krishtlindje të vitit 2010. Në përshtypjet tuaja që nuk mund t'i quajmë më të para, po përshtypjet e këtij viti të parë, si janë? Po, përshtypjet janë pozitive, se kujtoj vjet kemi filluar në një moment jo edhe aq përshtatshëm në korrik, në një bashkësi që është edhe disi e shpërndar për vetë terrenin, mund themi që në një vit kemi arritur mjaft, edhe me ndihmën e të tjerëve, duke pasur parasysh edhe gjetjen e vendit ku mund të krijonin vendosin një lloj stabiliteti. Kështu që përshtypja është pozitive. Si fillim. Keni statistika, Don Giovanni, mbi numrin e shqiptarëve katolik me banim në Kanada, si dhe të antarëve të rregullt të kësaj kishe? Tani unë kam mund të themi një listë rreth 250 familje, 250 e pak. E di që janë më shumë, sidomos shumë familje të cilat vazhdojnë të vinë nga Shtetet e Bashkuara, nga US, se sa arrihet ky numër, 400 familje, 450, akoma është herët, ndoshta gjithë ky vit akoma është një farë viti prove dhe verifikimi, se sa, por sigurisht ajo listë që kam unë është minimumi i asaj që realisht janë. Për shkak se ka familje që kanë ardhur prej shumë vitesh, ka familje që kanë ardhur tani vonë, ka familje që po vinë akoma edhe që po lajmërohen. Në përgjithësi, si është raporti midis familjeve me origjinë katolike dhe atyre që praktikojnë në të vërtetë, që vinë në kishë? Dini diçka për këtë? Po, kjo shihet pak edhe influenca e zonës nga e cila vinë. Do thot ato që janë familje të qytetit Shkodrës, ato që janë të Malësisë, ato që janë të Kosovës, sepse duhet thënë që këtu ka dhe të Kosovës, edhe një pjesë më e vogël e Malizi, do thot shqiptar të Malizi. Ata që janë të Kosovës dhe të Malizi nuk kanë pasur atë shkputje që ishte në Shqipëri për sa i përket çështjes besimit, kështu që edhe në ta praktika është më e theksuar. Janë pastaj sidomos një pjesë, mund të themi, e familjeve të Malësisë mbi Shkodrës, që duket edhe pse aty ka qenë shkputja, por duket ajo forca e përcjelljes së besimit të traditës në mbretësinë e familjes, edhe pse sigurisht me frikë nga persekutimi i kohës. Nganjëherë në një pjesë mungon për sa i përket është identiteti që ai përket këtij besimi, por në anën tjetër i mungon praktika. Kjo vjen edhe për shkak se u ka munguar në Shqipëri, ka dalë menjëherë në vitet 90 nga Shqipëria, pra ka dalë pa e pasur atë connection, atë lidhje të vazhdimësisë midis mund të themi praktikës, sepse nuk e ka njohur, edhe atëherë edhe nuk ka ditur se si. Pastaj edhe problemet e ndryshme, nevojat e ndryshme, hallet e vetjetës, nuk u kanë dhënë shumë kohë e mundësi që të inkuadrohen në një farë mënyrë
për të kuptuar atë lidhjen midis besimit, por edhe praktikës. Ju përmendët se ju ka ndihmuar jo vetëm ju, po në përgjithësi komunitetin katolik këtu, një grup nismëtarësh, një grup njerëzish që shqiptar me banim në Kanada prej vitesh, të cilët kanë quar përpara, domethënë, këtë iniciativë mbajtjen gjallë të komunitetit katolik. Cilët janë këta njerëz? Po këta njerëz janë të shumt, por natyrisht një grup është, këtu mund përmend Nunikçin, Gjergj Nikollën, Zef Deklajn, Zef Deda, Linda Kalavaçi, Mario Martini, edhe të tjerë, por do thot ky grup, kur ne nuk ishim, mund themi ndërsonjca këta ndoshta akoma ndronin, nuk janë tërhequr, edhe sepse shpeshherë nuk është se kanë gjetur gjithmonë dyert e hapura kur kanë trokitur edhe në autoritetet këtu në Toronto. Po, kështu që ata kanë atë, mund themi, meritën e mos dëshpërimit kur kanë gjetur derën mbyllur, meritën e këmbguljes për të vazhduar dhe faktikisht mund të themi se kanë arritur. Ju ku keni shërbyer më parë? Unë kam shërbyer në Itali, ku kam shkuar atëherë me anijet në vitin 1991, akoma pa u bërë zgjedhjet e para politike, pluraliste, që është. Atëherë aty jam pagzuar në Rom nga Papa Gjon Pali II, e pastaj në veri të Italis jam shëguruar me shtar. Jam marrë në Itali, por pastaj jam marrë gati me njëherë me Shqipërinë, sepse në Shqipëri në vitin 2002 u kërkua nga njerëz të ndryshëm, u kërkua atëherë arqipeshvit në Shkodër, që edhe në Shkodër, gjithë i peshvive dhe në Tiranë, të fillon të kjo iniciativë për mbledhjen e dokumentacionit, mbledhjen, mu themi një farë procesi hetimor, për të gjithë ata të cilët gjatë komunizmit ishin pushkatuar për qëndresën e tyre në fe, ose dhe nga njerë vdekur në përburgje. Kështu që edhe unë beta i habitur kur arqipeshvi Shkodrës më bëri telefon për të angazhuar në këtë proces, me cilin jam marrë për rreth 6-7 vite, që kjo më ka dhënë mundësi që të njihem. E kam përshkruar atëherë Shqipërinë, më themi, nga Vermoshi, në Korçë, në Vlorë, në Gjirokastër, për të gjetur këto dëshmi. Kjo punë studimore ka gjetur rrugën e botimit? Jo, sepse kjo ka qenë edhe është. Tashi ato materiale janë dorëzuar jo më larg se vjet në Rom, në Vatikan, me kërkesën që të rishikohen, të rishërtohen, që ky numër prej 40 që janë zgjedhur nga numri i përgjithshëm të ecin drejt shpalljes si martir, pra si shenjtër martir për gjithë kishën në përbot, do thotë si shembull. Vim përsëri në Kanada, ardhja juaj këtu. Si thua, kjo është përvoja juaj e tretë në jetë si prift. Mund të më bëni një krahasim midis përvojës suaj në Itali, në Shqipëri dhe këtu në Kanada, çfarë dallon shërbimin fetar, kishtar, katolik këtu me atë në Itali dhe në Shqipëri? Këtu është edhe për mua një lloj përvoje e re, me një strukturë të re, për arsye sepse edhe vetë struktura e kishës këtu në Kanada ndryshon pak nga ajo qoftë në Shqipëri, po qoftë në Itali, apo në përgjithësi në Evropë. Kështu që sfida të ndryshme. Sfida tjetër është vetë fakti se edhe komuniteti është i shpërndar. Duhet si ai bariu që i mbledh vend. Ndërsa në Itali apo në Shqipëri ky problem nuk ishte, mund të themi ishin vasa. Por këtu komunitetet vogla të mbledhura. Po. Ndërsa këtu edhe vetë territori i hapur e bën këtë më të vështirë. Në çështje të financimit, si që ndron në Kanada? Edhe në çështje financimit është, mund të themi, 100% ndryshe nga në të rast nga, sidomos nga Evropa, nga Italia, për arsye sepse këtu është sistemi
i vetë financimit. Këtu nuk ka se po shkoj të autoritetet kishtare në Toronto, i kërkojnë ndihmë edhe ata. Ata nuk pengojnë, por duhet vetë financohesh. Pra, kjo krijon edhe kërkon edhe një lidhje më të fortë me komunitetin, kërkon një lidhje me gjithë secilin, dhe gjithë secili duhet jetë i vetëdijshëm dhe i ndërgjegjshëm që pa kontributin e tij, vetëcuria e komunitetit është në rrezik. Shikoj që juve përpara se të vija unë kishit përgatitur bashkë me dy zotrit që po na ndjekin, Gjergjin dhe Nduën, kishit përgatitur një sfond me flamurin shqiptar edhe me fotografinë e Nën Terezës. Po. Ç'lidhje kanë këto dy simbole me kishën, me komunitetin katolik këtu? Kisha është shtëpia e Zotit apo jo? Është shtëpia e Zotit, por në njëjtën kohë konkretizohet në një popull. Është pjesë atij populli, e ushqen atë popull, edhe në një farë mënyre jep edhe drejtim atij populli, që nga njëra anë të doja dheun, por nga ana tjetër të ketë edhe atë vizionin tjetër, që është gjithmonë në ecje. Është gjithmonë në ecje drejt për ne një jetë të pasosur. Në këtë pikë edhe adheu është i kufizuar, sepse atë jetë pasosur nuk e ka në dorë, por kjo ecje drejt jetës pasosur konkretizohet në një vend. Dhe prandaj, sidomos tani duke pasur parasysh që këtu jemi në Kanada, edhe shkrirja është më rrezikshme, tundimi nga njëherë për shkrirje mund të jetë më i madh. Pikërisht kujtojmë që kjo ecje e jona drejt së jetës pasosur, mos harrojmë se e ka një burim. E burimi janë pikërisht këto vlera që ky atë na i ka sjell, na i ka dhënë. E këtu mjaft mirë edhe figura Nën Terezës, ne e dimë mjaft mirë që ajo gati gjithë jetën e kalon jashtë adheut. Por gjithmonë çfarë thotë, jam me gjak shqiptare. Kudo që t'jesh, nuk mund të mohosh atë çfarë ti je. Përkundërzi, ajo jep edhe më identitet më të fortë. Jep edhe një forcë më të madhe atje ku është për të shërbyer, sepse shërben me një identitet, din se kush është. Don Giovanni, me ardhjen tuaj këtu plotësohet pjesërisht mozaiku i klerikëve shqiptar në Kanada. Mungon një prift ortodoks, këtë e dim. Megjithatë, në raport me imamin e xhamisë shqiptare, Muhamet Osmani, mendoni të vendosni ju kontakte institucionale, qoftë edhe nëpërmjet pjesëmarrjeve të përbashkëta në festa të ndryshme? Deri tani nuk ju kemi parë asnjëherë bashkë, as atë as ju. Kjo është e vërtetë. Për vetë faktin se thash, në një farë mënyre jemi të rinj, jemi në fillim, unë vetë jam i ri. Parsorë në këto momente ishte dhe është akoma kjo bërtham që dal nga dal edhe ka njëherë jo pa vështirësi, po krijohet. Por përsa i përket këtyre raporteve, ne i cilësojmë si të domosdoshme, sepse jemi një gjakut, e këtu më vjen ndërmend edhe vargjet e Vasopa Shkodranit. Njëri thot jam grek, tjetri shka, jemi gjithë vlezër, kështu që derisa jemi gjithë vlezër, nuk mund të mos në ato pika që janë të përbashkëta, të takohemi, të bashkëndajmë me njëri tjetrin, e gjithashtu edhe në festat, kështu që kjo sigurisht do t'jetë shpejt. Deri tani është vetë fakti se fillimet